Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi këtu si zakonisht prap në podcasti Okult Gjeopolitik, jemi përsëri me të zakonshëm me mikun e podcastit ton, Olsi Jazexhiun, të cilin shumë nga ju e duan, po ka dhe disa që nuk e duan, edhe më kritikojnë aty me ato mesazhet që dërgojnë, o cako, pse kështu, pse ashtu. Po jeta zhvillohet përpara, është edhe një ligj universal që nga lufta e të kundërtave gjithmonë ka zhvillim. Unë me Olsin nuk kemi të kundërt në të gjitha pikpamjet, në çështjet e gjeopolitikës, të historisë botërore, këto kolonat, shtyllat që kanë ndryshuar historinë botërore, jemi afërsisht në të njëjtat të ujëra, por në çështjet e tjera këtu të brendshme për historinë gjatë periudhës osmane, roli dhe ndikimi i saj, nuk kemi përputhje, megjithëse unë, domethënë, jam diku ndryshe nga historia zyrtare, por nuk jam ke konkluzionet që nxjerr Olsi, shikuesit na dëgjojnë dhe secili ka mendjen e vet dhe logjikën e vet për të vendosur. Po ne nuk duhet të jemi gjithmonë në unifikim. Para se të filloj intervistën me Olsin, dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që ende se kanë ngritur dot gurin e Sizifit, ta ngrejnë gishtin dhe të bëjnë një subscribe dhe një like atje që t'ju vi notificationi sa herë ne edhim ndonjë emision. Dhe së dyti, falenderoj sponsorat e emisionit tanë, cilët dalin atje me strisha që janë të përzgjedhur ndërmjet shumë sponsorave që ne kërkojnë këtu të bëjnë reklam, në malla dhe shërbimet që ata ofrojnë, që janë më cilësorët, mjafton të shikoni për çfarë bëhet fjalë, çfarë lloj biznesi është, ti drejtoheni, të shkruani në Google emrin e tyre dhe gjeni pikat e kontaktit, ose mund të na shkruani neve. Këtu kemi dhe ujë Lajthiza, siç e shikoni me produktet e veta të shkëlqyera dhe shumë konkurruese që kanë nxjerrë këto kohët e fundit, dhe mendoj që të gjithë shqiptarët s'ka pse të pinë ato zhvepset e atyre çifutëve, po mund të pinë këtu një ujë tonik të përsosur, një limonad të përsosur, ja ku është dhe ujë tonik, është i shkëlqyer, kupton? Edhe paret ngelen këtu mes nesh, ashtu siç veprojnë ata me veten e tyre, shpenzojnë ato brenda bizneseve të tyre, sidomos ta gjujshët, po dhe arabët, edhe të tjerët jashtë territorit të tyre, po dhe brenda territorit të tyre, edhe ne duhet të veprojmë në të njëjtën mënyrë, të mbështesim se po u pasuruan biznesmenët tanë, sigurisht ata do hapin fronte të reja pune, pse ti marrin lekët tona tuajt. Ka dhe ujë me vitamina, ka dhe kështu orange, domethënë çfarë quajnë to aranxhata kështu, dhe ujë famshëm Lajthiza që s'ka nevojë për reklam, se ndër ujërat në Shqipëri është si Benz, Mercedesi me këto të tjerat që s'ka nevojë për reklam. Olsi, mirëmbrëma dhe mirë se ke riardhur këtu në emisionin tonë. Ju tash keni filluar Ramazanin apo jo, Olsi? Të uroj agjërim të mbar, nuk e di si urohet, kështu mirë urova? Mirë urova, faleminderit për ditë. Të gjithë muslimanëve, jo vetëm ty, po të gjithë muslimanëve që agjërojnë, ju... Në qofse më lejon për një përgjigje, por ata që më kanë inat, doja që ti përmendja thënien e famshme të Winston Churchillit, që i është drejtuar një person në jetën e tij dhe i ka thënë you have enemies, i ka thënë kjarmish, shumë mirë. Kjo tregon që dikur në jetën tënde ti ke qëndruar dhe ke mbajtur një qëndrim për diçka. Dhe kjo është diçka që duhet vlerësuar. Po, Napoleoni një Olso e ka thënë një shprehje të bukur të afërt me këtë, i tha fushesë pasi erdhi nga 100 ditët dhe i tha, madhëri, tha, është një pjesë, tha, që domethënë kur u rikthye nga internimi i parë, dhe i tha, është një pjesë që të uren, i tha, madhëri, tha, i tha ky, më uren, domethënë, tha, ma kam frikën se jam i vërtet. Domethënë, dua të sqaroj këtë gjë për shikuesit që, domethënë, njerëzit që janë burra, që nuk janë hipokrit,
gjithmonë mbajnë qëndrime të forta. Dhe kur personat mbajnë qëndrime të forta, normalisht do të bëjnë edhe armiq. Dhe besoj unë se këtu dallohen ata persona që besojnë në qëndrimet e tyre dhe kanë guximin që t'i thonë ato, dhe janë të gatshëm edhe që të bëjnë armiq për ato që ata mendojnë, sesa nga ata persona që pranojnë që të luajnë hipokritin, që mos flasin të vërtetën, që të gënjejnë. Unë në jetën time kam ndjekur gjithmonë, domethënë, këtë lloj filozofie. Biles dua të përmend një episod që më ndodhi në Shqipëri përpara pak muajsh kur isha. Më erdhi njëri një bektashian, është piçim nacionalisti, edhe po bëni muhabet në kafe dhe po më thoshte sa i ditur je etj, po më tha aman, tha vetëm atë Skënderbeun, tha dhe Nën Terezën, tha mos na i prek, tha. Po thash unë nuk i prek, thash, unë tregoj se si është historia. Po mirë, tha, po mos i trego të gjitha, tha, se duhet bëjmë diçka, tha, që mos t'i prekim sa figura. I thash unë nuk gënjej dot, i thash. Dhe ky është problemi im. Këtë doja që të sqaroja pak a shumë për ata që nuk na e duan të mirën, por domethënë njeriu në jetë disa herë duhet mbaj qëndrime, edhe kur me këto qëndrime bën armiq. Dhe ashtu sikur unë kam shumë armiq, mendoj që edhe ju, Alfred, keni shumë armiq për gjërat që thoni. Dhe ne jemi sikur Giordano Bruno, që për të vërtetën do të këmbgullim deri në fund. Shiko, kur thua ca të vërteta ti idhura, në fillim nuk të përfillin. Pasaj të tallin, po ama kur të tallin kanë filluar të marrin në konsiderat. Domethënë të tallin dhe të shajnë. Dhe pasaj të duan në fund. Ka disa që pranojnë falje, ka disa që nuk pranojnë dhe thonë, mo çka ka thënë, ne i kemi ditur të. Më kupton? Olsi, ty më drejtën tem, si zakonisht të flasim pak për Shqipërinë, ta ndajmë këtë minutazhin që kemi. Çfarë të ka bërë përshtypje në një gjë këtë javë që ke qef të flasësh? Unë mendova nga ana ime, po ti je i lirë të flasësh për ndonjë diçka tjetër, çfarë ke ndonjë merak për ngjarjet e javës së fundit. Vazhdon kjo lufta, ka filluar të bëhet shumë e dukshme midis pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit tret që është ai i drejtësisë. Kjo drejtësia e re që Rama gjithmonë është mburur që ne e sollëm, nuk e sollën amerikanët ose Noc Roku ka sjellë të thot, ju e mbani mend, pra e kam bërë unë, thot, drejtësinë e re. Tashi drejtësia e re i ka ardhur aty në paradhom, ke zëvendës kryeministrja. Ky në këtë betejë që po bën, duket se pushteti tret, Ministria e Drejtësisë, ka në krahun e vet ndërkombëtarët, të cilët kanë një influencë të madhe çuditërisht, që për mua është gabim që të kenë aq shumë influencë. Këtu duhet të ketë ca shtetarë që të mbajnë drejtësi dhe domethënë të zbatojnë ligjet, të cilat kanë nevojë ende për përmirësim, dhe të mos pyes fare për këta ndërkombëtarët, çfarë duhet tash, i vjen zëvendës ambasadore amerikane, takon i bën presion Peleshit që në atë kur të mblidhet komisioni mandateve ti hiqet, pse duhet i thot ajo Peleshit për të hequr dhe Peleshi nuk zbaton vetë drejtësinë. Edhe mos i pres fare këta, ti thot ça do lizojnë të më takosh, po s'kam kohë deri në datën 23, në datën 24 ai më tako. Kupton që të ketë një çik polites. Mi po këta janë bythac, kupton, i presin, i takojnë. Tashi këta nuk e respektojnë ligjin dhe nuk respektojnë drejtësinë, dhe tashi çështja ka hyrë në ngersh, në kolaps, ndoshta këta ndërkombëtarët është një gjë e mirë që ndryjnë, po është dhe një gjë e keqe që ndryjnë sepse nuk kemi burra dhe shtetar të fortë. Duket sikur erdhi dhe McAllister nga Bashkimi Evropian për të disa të nerë, duke bërë presion bashkë me atë përfaqësuesin e Bashkimit Evropian këtu, që është se mbaj mend emrin, s'po më kujtohet tash, ai italian duke se është, dhe ai s'foli ndonjë llaf për këta, se është shumë i miqësuar me sa pa shumë me këta
qeveritarët, ka rënë në akord ai, kurse ky McAllisteri raport edhe tha që pushteti ekzekutiv politika nuk duhet të ndryhet në pushtetin e drejtësisë për rastin Ballukut, duke për thirrje indirekt në krah të Spakut për ta goditur Belinda Ballukun. Tash Rama duket të kohët e fundit Olso që ka filluar të lëviz bythën nga karrige e Sorosit dhe globalistëve dhe po e vendos këte nga Trumpi dhe nëpërmjet Trumpit dhe nga Putini dhe ande nga Kina pak, edhe këte nga Irani pak, kupton pavarësisht se vajtin në Izrael, po këta janë bashkë të gjithë dhe këta tash e kanë marrë natë, po problemi është pse kjo Van Horn, kjo e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane, po vete dhe po bën presion për të goditur Balluku, kur dihet që goditja e Ballukut do të thotë që Ramës t'i vej ujë deri këtu. Tash i ka mbetur nëse Balluku vërtet arrestohet, i ka mbetur dhe pak centimetro dhe uji do ta mbyt. Dhe po fut Rama në burg, ai ndoshta ka bërë aq shumë gjëra sa domethënë 400 vjet themuni ka pak për të dënuar, por ai edhe mund t'ja hedhë mos dënohet fare. Nuk e dim se këtë do zgjedhin këta ndërkombëtarë, do zgjedhin Ramën apo karrigen e Ramës dhe popullin. Ti si e shikon Olsi këtë betejën tash? Fjala për juve. Unë bëra atë komentin tim, Për ti unë e shoh, domethënë sipas diktumit të Marksit, i cili thotë që historia e përsërit vetveten, një herë si tragjedi dhe më pas si komedi. Problemi me personat që kanë apo që marrin pushtet në Shqipëri, nga që janë shumë të vegjël edhe të palexuar, është se ata nuk e kuptojnë historinë dhe nuk lexojnë histori. Kjo që po i ndodh Ramës sot në Shqipëri, ku Rama fillimisht i qiti sovranitetin kombëtar të Shqipërisë të huajve, përveç shkatrimit ekonomik që i ka bërë vendit, por duke i dhënë pushtetin e gjyqësorit nëpërmjet Spakut amerikanëve, Rama i bëri vetes grop në të cilën një ditë ai do të binte vetë. Si Kosovë. Por sikur në Kosovë, me këtë gjykatën speciale që bëri ky ignoranti Hashim Thaçi. Edhe Rama ka ndikuar shumë. Edhe Rama ka ndikuar shumë. Po, edhe Rama, se domethënë problemi me këta pushtetarët shqiptar në Ballkan, Fredi, është se ta janë shumë të vegjël dhe nuk din histori. Nuk kanë lexuar, janë ignorant, janë njerëz që këto shërbimet inteligjente perëndimore i kanë zgjedhur nga rrugët, i kanë marrë nga rrugët, i kanë rekrutuar, i kanë sponsorizuar dhe i kanë sjellë pushtet. Po këta kur vinë në pushtet kujtojnë se këta bëhen fuqishëm. Po të shikojmë për shembull historinë e Manuel Noriegës në Panama dhe ajo që ka bërë Rama në Shqipëri në këto vitet e fundit është shumë e përngjashme. Manuel Noriega ishte një njeri i cijas, një njeri që u soll nga amerikanët në pushtet për të kontrolluar Panaman, ishte një person që pasi mori gjithë ato mbështetje nga ana e amerikanëve dhe u lidh me bandat e drogës që kontrollonin Panaman, mendoi se unë jam tani i fortë dhe ky është vendi im Panamaja dhe unë mund bëj çfarë të dua. Amerikanët që e sollën në pushtet e lanë sa e lanë derisa në një moment e shpallën terrorist, i dërguan marinsat, e kapën dhe e çuan burg. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Saddam Husseinin, për persona që din historinë e Irakut. Saddam Husseini në pushtet e solli CIA amerikane. E sollën kundër udhëheqësve të tjerë bathist, e morën, e sollën në pushtet, e sponsorizuan, e furnizuan me armë gjatë luftës Iran-Irak, se e përdorën Saddamin kundër Iranit në luftën 8 vjeçare, dhe Saddami u bë aq arrogant sa që mendonte unë i kam amerikanët në xhep dhe mund bëj çfarë të dua. Dhe duke patur Donald Rumsfeldin, sekretarin e mbrojtjes amerikan, i cili edhe drejtoi luftën për rrëzimin e Saddamit në 2003, duke patur Rumsfeldin që shkonte në Bagdad për ditë, jepte armë, e këshillonte si luftonte kundër Iranit e tjerë, Saddami kujtoi se nëse
unë ha edhe pi me Amerikanët, ka i kam të mitë. Dhe në Shqipëri të më thënë, ne po kemi një deja vu të historisë. Po kemi një deja vu dhe problemi me personat që marrin pushtet në Shqipëri është që ata nuk e kuptojnë kurrë se si sillen Amerikanët. Përpara disa ditësh pash një intervistë të Gledis Nanos, që ka qenë shefi antiterrorit, personi që ka bërë kush e di sa letra kundër meje dhe ka bërë me mira shqiptar musliman me dosje. Ka pas shumë terror këtu në Shqipëri, a? Shumë terror. Ky ka qenë shumë i domosdoshëm, po mos ishte ky, kush e di sa do ishte shtuar terrori akoma më shumë. Do më thënë, nuk ka patur terror, ka patur terror nga policia antiterrorit, duke persekutuar. Ku ka terror në Shqipëri? Edhe ata që ikën, që luftuan ande, që u ngatruan me ato problemet e Siris, ata trapat këtu, këta i futën vetë, si me këta të antiterrorit i futën, pasaj kur u ndrua plaka, i goditën, kupton? Antiterror. Policia antiterrorit, në për stadiume, ka terror në Shqipëri, më? Shqipëria është vendi mi qetë në botë, më? Shqipëria e ruan vetë atë rendi dhe qetësin. Më tregon dhe i shok diol, së më palë të ndërpreva. Tha, kisha i lokal, tha, në diku aty në Astir, tha, në një geto aty të futur në një ersir, tha, këshu në dark, tha, e benja me ca të ngrana, këshu, e vinin, tha, merja në i këngëtar live, edhe më erdhën, tha, ca indian, tha, aziatikë, këshu, nuk e di pakistaneza, nuk e di që më tha. Edhe filluan, tha, po ngrinin zarin aty. Ju ngritën ata shqiptarët, tha, do ikni, se do t'ju marrin me dru, tha, këtu, tha, mos dini nga të vini, ishin ja 5-6 veta, e ikën, tha, u shdukën si pa men lagje, tha, kupton. Këtu e mbajnë vetë shqiptarët, ma, rendi dhe qetësin. Shqipëria është vendi mi qetë në botë, më, dilë më 2 natës, le dalë, cila femra me bukur në Tiranë, t'i bjerë kryqe të rëthor nga lindja në Perëndim, po e preku një njeri, po unën, po të shikoj punën e vetë, së të prek njeri, as vjedhin, as bëjnë, këta thonë, antiterror, që është kjo antiterror në Shqipëri, ma? Fredi, një moment, besoj ti e ke parasysh atë librin Industria e Holokaustit e Norman Finkelsteinit. Ashtu sikur lobit që fut në Perëndim ka përdorur këtë mitin e antisemitizmit edhe që na vranë na therrën gjermanët e tjerë që të vjedhin dhe të grabisin botën në emër të Holokaustit. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Shqipëri që nga viti 2003 kur Amerikanët nisën luftën globale kundër terrorizmit, kuptohet, Amerikanët luftuan në Afganistan e në Irak, por duke qenë që Nanoja si anti-musliman që ishte i konvenoj, egzageroj pak tu. Po jo, por Nano e bëri me qëllim të gjë, se unë kam qenë në Shqipëri atëre në 2003 deri në 2006. Unë kam qenë deputet. Dhe mua më përndiqte shiku këmba këmbës, biles të tregoj një lajm, domethënë një ndodhi interesante për shikuesit tanë. Fatos trap. Fatosim bën makisë të tosim kështu të madhe mua. Biles komunist. Enveris që është bërë amerikaniste, kupton? Fatosi në atë kohë unë hipokrita që shkelën mbi idealet e tyre. Edhe unë në atë kohë punoja te Mero bazët e tema, dhe ai për ditë do merrte Meron në telefon, do i thoshte ure ku është ai Islamiku, ka ardhur ai Islamiku, e kishte llapin për mua. Edhe duhet të them, Nano ç'a bëri? Nano në 2005 kur amerikanët i thanë që nuk do rish më në pushtet, se do bëj tranzicioni, do vinte Berisha, krijon një parti politike, e krijon me një ish myfti të Lezhës, po s'po ja përmend emrin partisë edhe myftiu të na ngjelet tatri. Ja ka bler ky Kreshnik Osmani tash, ajo është. Dhe atëherë mua më vinte këshilltari i sigurisë së Nanos, edhe më luftë thoshte Amon, thoshte bëu ti kryetari i kësaj partisë që të hymë në zgjedhje. Edhe unë e kuptoja që kishte lënë Nano, se Nano do më thënë në atë kohë donte që ti premte amerikanët, i thoshte që këtu ka terrorizëm edhe fundamentalizëm islamik. Që mund të vinë në pushtet, prandaj më bani morë.
Dhe prandaj më mbani mua. Edhe atëre, se si e ka patur emrin ai bashkim, Asadria, kam harruar emrin se bëhet fjalë për 22 vite më herët. A është kjo partia që e ka marrë ky Kreshnik Osmani apo se ke identi? Ajo partia. Ky Kreshniku ka qenë Hoxha, çka ka qenë këtu në xhamia në qendër këtu? Nga Hoxhë desh të bëhesh krye i bashkësisë të myslimanëve, e them unë, Olson, nuk e thua ti. Edhe pasaj nuk e qavi dot, ku e dy ona nde, dhe i mori partin këti, edhe nga një parti këshu islamike, e ka kthyer në një parti natoiste këshu. Edhe dua të them atëherë kur u bë kjo partia, përpara Kreshnikut, domethënë, atë që kishin thënë drejtorët partisë, ati kishin dhënë një dhomë masive të hotel internacionalja, interkontinental, se si quhet është një hotel gjitur me ishlidhjen e shkrimtarëve. Me ishlidhjen e shkrimtarëve. Jo, është blok, ngjitur me Koço Kokvimën, është ky hoteli. Jo, Grandi. Nuk e di harrova. Grandi. Edhe i kishin dhënë këtij djalit që kishin bërë kryetar partie një kat të tërë të hotelit. I kishin vënë edhe ca sampista që e ruanin, vites në qoftë se s'jam gabim, një nga ata do ketë qenë edhe Dritan Demiraj, edhe ca të tjerë domethënë që unë i njihja që në vitet 90. Edhe Nano atëherë krijon gjithë këtë ide domethënë që këtu po vinë islamikët, edhe tani na ndjek, e përshëndesim, tanin e kam pasur vitin e kaluar, bashkëpunëtor ke podcasti jon, e përshëndesim, kam respekt për të. Edhe unë kam respekt, asgjë personale. Biles ka qenë edhe një që ka qenë zvendësi gazetetes, domethënë, që Nano e vë organizimin e gjithë kësaj punës së partisë. Po gjithë ideja e Nanos kush ishte? Ideja ishte që do t'i tregonte amerikanëve që këtu po ka një mobilizim islamikësh dhe duhet që patjetër unë të rri në pushtet. Edhe dua të dal te puna e terrorizmit dhe antiterrorit që ju përmendët. Ka filluar kjo puna e luftës kundër islamit në Shqipëri që në 2003-shin, dhe kjo është industri për të vjedhur para. Për personat që kanë lexuar fjala-bie email-at që ata Homeland Justice i hakeruan Gledis Nanos, aty do shikosh se si këta policët vocërak të antiterrorit nuk janë asgjë tjetër, por vetë se janë quisling, sikur ta quislingët shqiptar të kohës së pushtimit nazi-fashist, që thjesht i shërbejnë të huajit dhe janë të gatshëm ta çojnë shqiptarin në litar. Po ti shikosh Olso kështu kur dalin kështu në një mjedis publik, kështu që kanë ndonjë takim, e bëhen kështu me vetulla të shtrënguara, me nofulla të shtrënguara, sikur në shpatullat e këtyre atlantëve gjithë kombi, edhe këta nuk e lëshojnë kombin, janë duke e mbrojtur nga terroristët. Po shiko, domethënë tragjikomedin dalim te Gledis Nano. Domethënë për personat që më ndjeken mua në Facebook, Gledis Nano me policinë antiterrorit në vitin 2019, nëse s'jam gabim, apo 20, më hapin dosje për përhapje paniku, se unë bëja video atëre kundër diktaturës general Lleshit edhe koronavirusit, edhe të shikosh letrat edhe shkresat që kanë bërë kundër meje, e shikon se sa njerëz të pështirë janë. Po dhe kundër me ka bërë ky Remzilani, ky që ka ato vetullat e bashkuara, po e ke parasysh. Po mirë, por edhe shkruan te kështu kundër me, kishte edhe një gazetare që ishte me sa duket vajza e një shokut tim Bardy Londos, një Londo, ku diun çka ka, yll ka Londa, ku diun çka ka, gazeta kundër me, shprap teori konspiracioni kundër pandemisë, për vaksinat, ju thot njerëzve mos bëni vaksinat, është infiltruar nga armiqtë e popullit shqiptar. Po tash ku janë tash? Fuck you të gjithë juve që shkruani kundër me, fuck you. Dolën të vërtetat gjithë ato që tesha unë. Meqense e përmendë Bardy London, në dosjen time që më ka bërë antiterrori, personi që më merrte videot, se edhe kjo video që bëjmë neve, këta antiterroristë çako e marrin, e ruajnë një kopje, e transliterojnë dhe e depozitojnë. Dhe personi që më analizonte videot e mia për policinë antiterrorit ishte Aldo Londo.
Londo. Nuk e di është djali i Barty Londos apo jo, por Nuk e di, kam hasur edhe një tjetër, nëse se jam gabimin, Elda Londo, edhe ajo, do më thënë, e njëjta gjë, do më thënë, që merret duke më analizuar edhe studiuar edhe duke parë se çfarë bëjnë. Tani, që ta përmbledhim punën e antiterrorit, është që kjo është industri që u jep lek këtyre personave. Këta persona, do më thënë, që nga viti 2003, kur Amerikanët nisën luftën kundër terrorizmit, dhe nga viti 2014, kur Rama krijon policinë e antiterrorit, pra 12 vite, ta e kanë mbushur barkun e tyre me zjarr të xhehenemit, sikur thuhet në Kur'an, duke marrë njerëz në qafë. Janë burgosur njerëz sikur Bardhi Guza nga Shkoza, vetëm se tha poshtë Izraeli rreth Palestina. E kanë futur në burg. Janë burgosur njerëz sikur Roland Kryemadhi, vetëm se nuk e çonte vajzën e tij në shkollë. Kanë shkuar, i kanë hyrë njerëzve në shpira, i kanë thyer shtëpitë, i kanë burgosur, i kanë shkatruar. Po Palestinës dalin në Izrael, me mira njerëz që protestojnë kundër qeverisë së Benjamin Netanyahu. Nuk po flas për në New York e për në, sidomos këta që janë konservator, gjuhishët konservator, këta janë gjithë kundër, janë pro-Palestinës. Po, ande dalin sepse, një minut, ande dalin sepse ande ka demokraci, kurse në Shqipëri ta janë shumë njerëz të ndyrë. Më falë se të ndërpreva, vetëm përmend një fakt që ta dish, edhe ti edhe shikuesit. Në këto ditët e fundit jam kontaktuar nga Vjollca Ali Mehmeti, mamaja e 2 djemve që kanë jetuar diku në Alidem, Sajmir Ali Mehmeti dhe Erald Ali Mehmeti. Ta kanë qenë nga ta muslimanët trulehtë, të më thënë, që shpërndanin video në internet, shiko që po bëni Sisi, kalifati e tërci vërci. Të Sajmirin, FBI-a e ka futur në burg 25 vite në Amerikë, ndërsa Eraldin, i cili ka qenë, janë të 2 shtetas amerikan, dhe ka qenë edhe Marines amerikan, antiterrori e ka futur në burg nga viti 2015 deri në 2019, sepse thonin ne dyshojmë që ti ke postuar në Shqipëri. E kanë dënuar shkretin 4 vite. Të dy në Shqipëri janë këta të dënuar, të dy. Apo njëri në Amerikë? I madhi në Amerikë, i vogli ishte në Shqipëri, bëri burg nga 2014 deri në 2019, nëse nuk kam gabim. Kur doli nga burgu, antiterrori e përndiqte këmba këmbës edhe e persekutonin, e linin pa punë, saqë mamaja e tij më thoshte nuk kishte pronar që e merrte edhe për të shpërndar pica, se do t'i shkonte antiterrori edhe do kërcënonte pronarin e picës dhe do i thoshte ore pse e mban këtë terroristin. U detyruai shkretin, shkoi në Amerikë, kur shkoi në Amerikë në nëntor 2024, se ka arrestuar prapë FBI-a me akuza dhe shpifje që ka ardhur nga antiterrori i Tiranës, dhe përveç kësaj, babai këtyre Rahmet Pas që ka vdekur, këta nga familja e këtyre Ali Mehmetve të famshëm të Tiranës, ka privatizuar një furrë buke dhe kanë patur prona në Alidem e tjerë. Kanë patur edhe lek nga shitjet e pronave që kanë bërë, se babai vetë u ka pat marrë me tregti 100 vitet 90, kanë patur rreth 200 milion lek në bank, lekët ja kanë sekuastruar dhe tani kërkon SPAK-u t'ja konfiskoj, se thonë këta janë terroristë. Kupton ti lekët që i ka bërë baba i këtyre që ka vdekur, që ka punuar që në vitet 90, ka patur furrë buke e tjerë, ua kanë konfiskuar, fëmijët ua kanë kalbur në përburgje. Dhe pse bëhen këto gjëra? Nuk bëhen se këta janë terrorista, se sikur të kishte terrorista në Shqipëri do ishte bërë nami. Domethënë ne do e shikonim Ramën të hedhur nerë 10 herë në ditë, por bëhen sepse është një industri e tërë, ku këta i servilosen amerikanëve, i thonë që ne jemi me ju në luftën kundër Islamit, edhe fusin njerëz në përburgje. Njerëz sikur Bardhi Guza që shkroi në internet rreth Palestina edhe poshtë Izraeli, apo njerëz sikur Roland Kryemadhi që e burgosën pse nuk çonte vajzën e tij në shkollë. Rolandin e burgosën se kishte mjekër, se domethënë ke me mira fëmijë që nuk shkojnë në shkolla në Shqipëri. Burgosën atë Dervish Hasin që ishte martuar me atë vajzën 17 vjeçare. Dhe domethënë këta kurdo që i qenë persona me mjekra
dhe që shkojnë nëpër xhami, këta i vjen nga mbrapa, i profilizojnë, i bëjnë dosjet dhe sikur t'ja gjejnë mizën, ja bëjnë direkte trap. Se i bëjnë këto gjëra? Sepse i çojnë raporte amerikanëve duke i treguar që shife, ne po luftojmë për ju. Dhe këtë luftë kundër islamit dhe komunitetit musliman në Shqipëri nga viti 2003 deri më sot, një nga arkitektët kryesor që e ka bërë ka qenë Edi Rama, se domethënë e nisën bisedën me Ramën dhe me Spakun. Pra Rama është sjell pak a shumë sikur Manuel Noriega në Panama, apo sikur edhe Saddam Husseini, i cili vriste shiitët edhe iranianët edhe kurdët me bekimin e amerikanëve. Po këta persona harrojnë që Allahu vonon, por nuk harron. Dhe sikur thot Allahu në Kur'an, ne lën krimin edhe dinastia arabe është duke i vrarë shiitët, ka vrarë liderët e tyre. Olsi, më kujtohet një gjë, të them amerikanët të përdorin dhe pastaj të hedhin. Ky është fundi i fabulës. Domethënë, unë i bëj dua Allahut në atë ditë që ta shoh Edi Ramën në një qelim me Erion Velin edhe me Imam Genci Ballën. Këta e futën në burg që në vitin 2014 për t'i bërë shefin amerikanëve, që pak a shumë Allahu t'i tregoj atyre njerëzve që kanë mend në kohë, që po bëre keq, po i hyre njerëzve në hak, një ditë ai hak do të godasë edhe ty. Olsi, apo pak a shumë ajo që quhet karma. Do bësh keq, do të vije keqja edhe tek ty një ditë. Olsi, po Fredi se të ndërmjet. S'ka gjë. Në vitin, më duket 56, kam lexuar një libër në anglisht, një shkrimtar çifut nga Iraku shkroi një libër ku tregonte disa ngjarje dhe thelbi i romanit ishte që Izraeli sapo krijuar 6-7 vjet përpara, 49-ën, kërkonte që gjithë shqiputët në lindjen e mesme të mblidheshin në Izrael. Në Irak ka pasur mos gaboj 1.5 ose 2 milion shqiput në Irak. Dhe këta i kërkonin që të vinin, po ata ishin të sistemuar shumë mirë atje, jetonin shumë mirë, kishin pasuritë e tyre mira vjeçare atje dhe jetonin shumë mirë me muslimanët. Shkonin si vëllezër me njëri tjetrin, si kush ka besimi vet në ekonomi, punonin bashk. Dhe këta tash u theshin hajdeni këtu. Dhe këta çifutët naiv të Irakut e shikonin me shumë simpati krijimin e Izraelit dhe theshin shqyr që janë krijuar. Një ditë këta i dërguan këta të Mossadit atje, ju vunë në 4 sinagoga, në 4 periudha të ndryshme lëndë eksplozive, bomba, vranë me vjetra gjatë kohës që ata vinin atje, bënin ato ritualet fetare, dhe filluan të akuzonin këta ekstremistët musliman, kupton që i kanë bërë këta, i urejnë çifutët, janë antisemitë, kështu, edhe ju thonë, vetëm zgjidhje që ju keni është të vini në Izrael, vetëm aty jeni të lirë, kupton? Edhe këta ikën me mendimin që po na luftojnë muslimanët, se kështu ishte u bë propaganda, kupton? Muslimanët e shkresë, ata të ndriçuarit e morën vesh. Dhe ky shkrimtari këtë tregon tash. Sot mos e shikoni ju, sot që s'doni t'i ikni nga Izraeli ju çifutët nëpërmjet atyre personazheve, mos e shikoni si një bekim krijimin e Izraelit për ju, thot. Është një mallkim, thot, ju që s'doni t'i ikni, do t'ju detyrojnë ata t'i ikin, se do krijojnë këtu një klimë armiqësore midis jush dhe muslimanëve, dhe ata vetë do t'i bëjnë terroret dhe i tregon historitë, domethënë këto që thash unë. Më kupton, edhe kështu ka ndodhur armiqësia mes tyre. Që të që ta mbështes këtë që po thua dhe për shikuesit tanë, i sugjeroj që të lexojnë në Wikipedia për atë që quhet si Lavon Affair apo operacioni Suzana, që ishte një operacion i Mossadit izraelit në Egjipt në vitin 1954, kur Mossadi izraelit rekrutoi një grup çifutësh egjiptian, të cilëve u jepte armë dhe u jepte bomba që të godisnin, të bënin sulme terroriste kundër britanikëve, amerikanëve dhe në veçanti kundër komunitetit çifut në Egjipt. Dhe akuzonin egjiptianët musliman. Dhe këtë e bënin që e parë të akuzonin egjiptianët, e dyta që të trëmnin çifutët që jetonin në paqe në Egjipt, që të largoheshin nga se dëgjoj, duhet
përmend edhe një fakt shumë interesant për shikuesit tanë. Hitleri në pushtet kur erdhi, e kanë pushtetur zionistët. Dhe jo vetëm kaq, për personat që shohin këto filmat historik, është një film shumë i bukur që nuk e di, Hollywoodi e ka bërë, me titullin Nuremberg, që është pak a shumë historia e Hermann Göringut dhe e psikologut të tij, dhe po e shikoja mbrëm. Dhe në këtë film, domethënë, dhe ky psikologu që e mbron Hermann Göringun, që ka qenë Reich Marshalli apo personi numër 2 i shtetit të Adolf Hitlerit gjerman. Dhe në këtë film, për personat që din të kuptojnë faktet historike, kur e çojnë Göringun në gjyqin e Nurembergut dhe akuzojnë sikur Göringu edhe Gestapo kishte bërë solucionin final për çifutët e tjerë, në dokumentin origjinal që ka shkruar Göringu ishte gjithë projekti i qeverisë gjermane në atë kohë, e cila i konfiskonte pronat çifutëve, ishte në bashkëpunim me zionistët për të ndihmuar emigrimin e tyre në Palestinë. Në Palestinë, apo sikur thot Göringu edhe në film, për në Madagaskar. Sepse kuptohet që, domethënë, historia nacionalsocialiste e Hitlerit dhe ideologët e tij e kuptuan që problemi i Gjermanisë ishin çifutëria që kontrollonte bankat dhe sistemin ekonomik. Dhe gjermanët erdhën në një konkluzion me zionistët. Domethënë, zionistët donin që çifutët të largoheshin nga Gjermania dhe shkonin në Palestinë, dhe edhe gjermanët donin këtë. Edhe për personat që duan ta vërtetojnë këtë, i sugjeroj të shikojnë filmin Nuremberg, që ka dalë në vitin 2024 apo 2025, ka dalë tani së fundit, domethënë nëpër kinema. Është një film fantastik dhe tregon edhe mbrojtjen fantastike që Hermann Göringu bën në gjykatën e Nurembergut, kur ky prokurori amerikan e akuzon, ju kishit plan për eksterminimin e çifutëve etj, edhe i nxjerr edhe një dokument nga arkivat gjermane. Dokumenti ishte i keq përkthyer dhe Hermann Göringu që lexon dokumenti ishte një marrëveshje, pak a shumë, e qeverisë gjermane me çifutët për të ndihmuar emigrimin e çifutëve jashtë Gjermanisë drejt Palestinës. Dhe dua të them që kjo historia e zionistëve që bashkëpunojnë me armiqtë të tyre, që edhe i promovojnë armiqtë të tyre, për shembull, ne e dim ISIS-in, domethënë gjithë e dini, kush e themi lo ISIS-in, Judenstaat, ke libri Theodor Herzlit, ai thotë që ne do t'i marrim me joshje nga Evropa në Izrael, të cilin ata e projektuan për ta krijuar në Palestinë, dhe kush nuk vjen me joshje, pastaj do përdorim metoda të tjera alternative që këta të vinë të gjithë aty. Edhe, domethënë, në këtë lojë hyn edhe lufta kundër terrorizmit, ku domethënë zionizmi ndërkombëtar gjithmonë përdor kukulla. Rastin e Shqipërisë kemi Ramën dhe sulmin që ata bën kundër komunitetit musliman në këto 2 dekada. Krijohet ajo ndjenja e frikës, etj. Si me ndeshjen me Izraelin, si ndeshjen e futbollit, që na morën ata kontrollin këtu dhe kryuan terror psikologjik, e na mundën 3-0. Pastaj kur shkuam atje që ishin pa presion, çuna tani mundën atje 3-0. Këtu e morën ata kontrollin e Olar Rama shtetin, erdhën ata, kapën gjithë stadiumin e gjithë hotelet e gjithë Tiranën, e kontrollonin ata. Kupton, ra shteti ato 2 ditë. Dhe ra shteti, dhe është hera e parë në historinë e Shqipërisë kur është bërë shtet, përveç kohëve të pushtimit, sikur ndodhi pushtimi i Italisë fashiste etj, që Shqipëria i dorëzoi sovranitetin e saj në vendit huaj. Dhe ajo që ndodhi në nëntor të vitit 2016, ku Mossadi izraelit kot për shefin e Benjamin Netanyahu donte që të fitonte ndeshjen kundër Shqipërisë, e urdhëroi Ramën që të pezullojë ndeshjen që do bëhej në Shkodër. Në nëntor të 2016 unë kam bërë disa intervista se Rama përdori gjithë policinë antiterrorit, duke arrestuar mbi 150 shqiptar, 150 binënësh, u arrestuan që nga Elbasani e deri në Shkodër. Si terrorist. Po i thanë jeni terrorist juve, se kjo ishte, domethënë, historia që i dha Mossadi Ramës dhe Rama e pranoi. Çfarë njerëz të mbaruar kemi ne që në drejtojnë.
dhe pasi arrestuan 150 veta, 4 veta, Mehdi Hasani, Xhezair Fishti, Bekim Protopapa dhe një tjetër që nuk më kujtohet emri në këto momente, u shfutën në burg, u mbajtën në paraburgim për 2 vite, sepse domethënë sipas Mossadit ta ishin njerëzit që i kishte urdhëruar Al-Qaida dhe ISIS që të shkonin në stadiumin e Shkodrës dhe të grinin dhe të vrisnin me Kalashnikov lojtarët izraelit, si përfundim pas 2 vitesh dolën të pafajshëm, ata janë të lirë tani, po u shkatruan jetët njerëzve. Po, dhe këto që ka bërë të kujtohet kur doli ky ministri i jashtëm rus Lavrovi, edhe kur filloi lufta në 2022 në Ukrainë, dhe ky bëri një deklaratë, po të kujtohet, tha që nazizmi është peshesh nga perëndimi, nuk e kemi krijuar ne, tha, dhe Hitleri tha, sipas shumë autorëve perëndimorë, tha, është me gjak gjuish, kupton? Domethënë ka një pjesë gjakut gjuish. Dhe këtë sekret të madh aty që the ti pari të bashkëpunimit për të larguar që futët nga Gjermania dhe Evropa, madje dhe pushtimi që bëri Gjermania kudo në Evropë që kishte fut, ky është qëllimi, që jo vetëm që fut të Gjermanisë, por dhe të Evropës të iknin për shkak se ndjenin presion dhe kërcënim. Kush nuk ikte përfundonte në për kampet e përqendrimit. Dhe tashi në një emision aty në rreth 4 orë ku dalun, më pyet ai Manushi, thotë Alfred, pse e tha ky Lavrovi këtë gjë, çfarë ka tha? I thash, ka shumë autor që thonë që gjyshja e Hitlerit ka qenë shërbëtore ke një Rothschild në Vjenë, në mos gaboj Richard Rothschild, dhe Ana Shikulburga ja quhesh ajo, ishte beqare dhe aty ngeli shtatzan. Dhe ata e morën e hoqën me njerë, kur ishte 5-6 muaj shtatzan, e hoqën e sistemuan diku, dhe lindi babai i Hitlerit Aloisi. Më pas Ana, kur babai i Hitlerit u bë 6-7 vjeç, sipas tyre autorëve, që unë i kam botu dhe shumë libra të tyre, domethënë midis tjerave trajtojnë dhe këtë temë. Ana, kur babai i Hitlerit u bë 7-8 vjeç, u martua me një prift protestant që kishte mbiemrin Heidler, shkruhej Hitler. Dhe kur ai vdiq, ju la bëri 4 fëmijë, mos gaboj me Anën, që ishin xhaxhallarët dhe hallot e Hitlerit, po që në fakt nuk ishin 100%, ishin vetëm nga gjyshja, jo nga gjyshi, kupton? Dhe domethënë gjyshi këtyre të 4-ve. Dhe për të ndarë pasurinë, kjo kërkovi me mirëkuptimin e 4 fëmijëve, të cilët mbanin mbiemrin Shikulburgaja, mbanin mbiemrin Heidler, kurse Aloisi mbante deri 38 vjeç ose 36 vjeç, mbante mbiemrin Shikulburgaja të gjysh të tjemës, sepse nuk e dinte emrin e tjatit, mbiemrin e tjatit. Dhe tashi kjo bëri një gjyq që të ndaheshe pasuria në mënyrë proporcionale për të 5 fëmijët, jo të 4. Dhe ata që e konsideronin si vlla, sepse ky i kishte rritur në një farë mënyrë për shkak të diferencës së moshës, ata vëllezrit dhe motrat që i kishte lindur e jema, po jo nga babai, dhe ata e deshin dhe ishin dakord dhe gjithë bashku u bën një gjyq dhe ky e mori mbiemrin nga Shikulburga, e mori mbiemrin Heidler sipas tyre autorëve, dhe unë e shpjegova atje në emision. Kjo është arsyeja pse tha Lavrovi thashun, që edhe këtë pretendojnë shumë autor në perëndim, autor me famë që ju janë shitur librat me miliona kopje. Edhe këta tash të ambasadës të Ministrisë së Jashtme të Izraelit ndryn ke Ministria jonë e Jashtme, Ministria jonë e Jashtme me vrap, se ju dha urdhër Ministria e Jashtme e Izraelit, i dërgoi në kësaj që ndjek këto mediat ama, kupton, atyre lesha tërpjet, së mbani vendin e punës, me vrap servilat, edhe bën një gjobë për emisionin ton 2000 euro. Më kupton? Edhe thonë, nga kjo minutë në këtë minutë, është përdorur shpifje dhe antisemitizm. Gjuhë antisemitike. Edhe e shikojun atë minutazhin, ishte kjo. Unë këte kisha thënë që Lavrovi ka parasysh këta autor që thonë këtë fakt. Bilon thashe këte. Tashi, kjo është teori konspiracioni, thashu, nuk është e vërtetuar shkencërisht, sepse shkencërisht kjo vërtetohet
po të marrësh ADN e atij që këta mendojnë që është babai real atij Rothschildit Vienës, të marrësh dhe ADN kockat e Hitlerit t'i gjesh ku janë, t'i marrësh, edhe t'i shikosh qofse kanë lidhje nga ajo haplogrupi është nga nëna, po është ajo kromozomi parë, në qoftë se kanë lidhje, është i njëjti pra, kupton ADN, atëre, ose për shembull mund merret Aloisi me atë baba Hitlerit, të cilit i dihet vari, se njerëzit thonë Hitlerit s'ke ku ja gjen kockat, po dihet vari Aloisit, i babait të Hitlerit. Shko merri kockat e Aloisit, merr dhe kockat e atij Rothschildit që këta pretendojnë që është, bëjë analizat në laborator, në qoftë se del ADN-ja e njëjtë, pra kanë kromozomet të përbashkëta, atëre domethënë kjo teori është e vërtetë. Në qoftë se nuk dalin, duhet dalë dikush i shkencëtar të thotë kjo teori e këtyre autorëve konspiracionist nuk është e vërtetë se nga analizat kanë dalë këto, kupton? Pra kjo ngelet teori konspiracioni dhe unë e thash këtë në emision. Megjithatë, këta tamës me njërë, këta servilët, 2000 euro job, 2000, domethënë dridhen kam frikë, domethënë njerëz të mbaruar më burr, kupton? Njerëz të mbaruar tu në shtetin tonë. Also, si të duket kjo puna se jemi në fund të kohës që kemi? Nëse mund të ftoj diçka përveç Hitlerit, u sugjeroj njerëzve që të shohin filmin Nuremberg, që pas ka dalë në 2025, dhe në këtë film i cili është bërë i bazuar në hetimin që psikiatristi amerikan Douglas McCulley i ka bërë 22 të ministrave dhe komandantëve të shtetit gjerman që u arrestuan nga amerikanët dhe nga rusët dhe u çuan në qelitë e Nurembergut dhe u dënuan. Dhe në intervistat që ka një libër shtëpia ime botuese për procesin e Nurembergut, e parë në këtë këndvështrim. Nuk e di, a ke këtë libër në 22 Cells in Nuremberg, 22 qelitë e Nurembergut? Apo ke ndonjë libër tjetër? Jo, kam librin e një italiani, nuk më kujtohet ajo autori, edhe ka studiuar ai dhe ka botuar domethënë në mënyrë të pamshme, jo sipas doktrinës zyrtare. Dhe tani me këtë libër që ka bërë ky Douglas McCulley, amerikanët e kanë marrë shumë inat, sepse ky tregoi që Göringu, Rudolf Hesi, Alfred Rosenbergu, Joachim von Ribbentropi, ta ishin viktima të traktatit të Varsajës dhe nuk ishin egërsira edhe bisha dhe kriminal sikur donin amerikanët që t'i shpallnin. Si vajti për të bërë paqe në Britani dhe kapën atje, ajo me parashut të bisedonte me Mountbatten, ata e kapën, arrestuan, Churchilli urdhroi mbajeni në qeli se nuk deshin paqe ata, një lloj si ky kryeministri, ky kokuqi, ky kokbardhi që vajti, si e kishte ky britaniku që Boris Johnson që vajti atje që s'deshte paqe, edhe Churchilli ishin skemat që të vazhdonte lufta, makineri luftës të vriste. Dhe duhet të them vetëm diçka, domethënë pasi ju përmendët Lavrovin që tha që Hitleri ka patur gjak qeput. Një fakt shumë interesant që njerëzit mund ta shohin po shikojnë filmin Nuremberg është që në konfesionet që ky bën përpara psikiatrit Douglas McCulley, që amerikanët e kishin çuar për ta hetuar, domethënë kanë fjalën për Hermann Göringun, i cili ishte Reich Marshal apo më saktë presidenti i Reichstagut në Gjermani, që ishte njeriu i dytë pas Hitlerit. Edhe i aviacionit ka qenë. Po, dhe shefi i aviacionit, Hermann Göring thotë që unë emrin ma ka vënë baba me nonën nga një mik i familjes me emrin Hermann von Epstein. Ky ishte thotë një qifut shumë i pasur, thotë, që mbante me lek babën tim, dhe neve thotë kemi jetuar te kështjella e këtij qifuti dhe unë me nënën time jetonim në katin e dytë, baba jetonte në katin e parë, ndërsa Hermann von Epstein jetonte në katin e tretë, dhe sa herë donte që të ma pallonte nënën time, vinte dhe kënaqej me atë. Çfarë kuptohet nga ky rrëfimi Hermann von Göringut është që edhe Hermann von Göringu, ashtu sikur Hitleri, ka shumë mundësi që të kanë patur baballar qifut. Ai domethënë nuk ja pranon këtë psikologut, ja sugjeroi njerëzve që ta shohin filmin Nuremberg, nuk ja pranon, por ai thotë që nëna ime ishte kurva e Hermann von Epsteinit. Pra,
edhe kjo është një teori konspirative që ne duhet presim Ministrinë e Jashtme të Izraelit, të thotë ua çfarë janë këto ide antisemitike, por është film, e ka prodhuar Hollywoodi, është libër me dëshmit e psikiatrit të Herman von Göringut, ku Hermani pranon që edhe emrin që ai e ka, i është vënë nga dashnori që fut i novës tij. Po. Më dëgjon? Po. Also, edhe pak minuta na ka mbetur të flasim. Edhe 4 minuta se do shkoj të haj iftar pastaj, Fredi. Mbaroj atëre bisedën mbi kisha qef të flisim çik mbi negociatat mbi Iranin, çfarë parashikim ke ti nëse do të ketë luftë nga ana e Shtetet Bashkuara dhe Izraelit i cili me sa duket do kemi luftë. Domethënë që kur Netanyahu takoi, nëse jam gabim, përpara 2 javësh Donald Trumpin, dhe që nga momenti i lëshimit të emailave të Jeffrey Epsteinit, me sa duket që futut kanë arritur që ta shantazhojnë aq shumë Donald Trumpin, saqë ai tani më ka çuar 1/3 e flotës amerikane në detin e Kuq, afër gjirit persik, dhe iranianët në këto momente që ne flasim kanë dhënë njoftimin e NATO, quhet ai njoftimi, nëse jam gabim, domethënë kanë mbyllur hapësirën e tyre ajrore dhe janë duke goditur, domethënë duke bërë manovra, duke goditur me raketa në ajër. Dje iranianët kanë mbyllur atë ngushticën e Hormuzit dhe Irani po bëhet gati për luftë. Arsyeja pse do bëhet kjo luftë është se iranianët nuk kanë pranuar që të kapitulojnë përpara amerikanëve. Qëllimi i regjimit të Benjamin Netanyahut ka qenë që iranianët të kapitulojnë, të bëjnë atë që bëri Saddam Husseini apo Muammar al-Gaddafi më herët, që të shkatrojnë sistemin e tyre raketor, të ndalojnë programin e tyre nuklear dhe të ndalojnë mbështetjen ndaj luftës çlirimtare të Palestinës. Unë them nuk do luftorsi, unë them Shtetet Bashkuara, Trumpi nuk do të sulmojë Iranin, janë thjesht çështje presioni, sepse Irani është me Rusinë, edhe Trumpi është me Rusinë dhe me Kinën. Pra të gjitha këto vende e BRICS-it që janë kundër globalistëve, janë në aleancë me Trumpin. Trumpi, unë mendoj që po bën teatr atje, show, ose mund të bëjnë ndonjë diçka të vogël kështu sa për të mos u prishur me këta çifutët, por nuk do lejoj që të ketë përmbysje në Iran. Unë kështu e mendoj, koha do ta tregoj se si çfarë do ndodhë. Unë dyshoj se nëse nuk do jetë Trumpi që ta nisi luftën, do ta nisi Izraeli, sikur e nisi në qershor të vitit 2025. Nuk ka fuqi Izraeli të luftojë me Iranin, sepse Izraeli s'ka territore të gjera dhe po godit me 300-400 raketa nga të cilat ta kapin 150 ose 200, atëherë duhet të thënë na ishte njëherë Izraeli, kupton? Kështu që unë mendoj Izraeli nuk ka fuqi ta bëjë këtë gjë. Unë kështu e mendoj, po megjithatë ndoshta Izraeli e godet, po pa Amerikën ai ka frikë se nuk do t'ja dalë dot dhe Trumpi nuk do ta mbështesë në këtë dëshirë të madhe që ka Izraeli. Unë kështu e mendoj. Koha do ta tregoj nëse kam të drejtë apo kam gabim, po unë mendoj që Trumpi me Iranin janë aleat. Trumpi ka armiq City of London. Atë do të ndaj Trumpi, do të ndaj Britanin nga Skocia dhe nga Walesi dhe nga Irlanda e Veriut, ta coptoj Anglinë dhe City of London dhe t'i rrëzoj globalistët. Unë kështu e shikoj lojën. Megjithatë, Evropa është duke u përgatitur për luftë, këtë mos e harroni kur. Po ndërtohen nga do në vende si vendi tonë, po ndërtohen fabrika për të prodhuar armë dhe municione, dhe këto nuk janë shitjet e garantuara dhe këto nuk po prodhohen kot. Gjitha këto do qëllojnë mbi mish, mbi djem nenash për të bërë atë që unë kam thënë gjithmonë, depopullimin, shkatrimin, dhe kur bota tjetë në një kaos ekonomik, financiar, psikologjik dhe në një kaos për të ardhmen e ti, atëre ata njerëzit nuk do të organizohen me për të rezistuar ndaj përpjekjes së fundit të globalistëve për të
krijuar smart city-t, për të zhdukur prodhimet në përfshatra blektorale dhe bujqësore, për të sjellë mish sintetik, për të mos lejuar ngrënien e mishit organik, gjoja lëshon dioksid karboni dhe ndotet natyra. E tërë këta ignorantët e oj thedhe, ndotja e natyrës CO2 do shkatroj gjelbërimin, kur dihet që CO2 është frymëmarrja që kanë nevojë jeshilleqet dhe bimët, dhe sa më shumë të shtohet CO2, aq më shumë shtohet gjelbërimi dhe oksigjeni, sepse Zoti ka krijuar raportet dhe këto janë të gjitha pretekse për të skllavëruar njeriu, për të bërë depopullim, për të bërë mikrochipim dhe për të bërë njeriu hibrid të kontrolluar nëpërmjet inteligjencës artificiale, nëpërmjet këtyre që quhen smart city ose qytete inteligjente, ku nga do jemi të rrethuar me kamera, madje edhe në shtëpi brenda do përpiqet na futin kamera në dhomën e ndajtjes, në dhomat në korridore, vetëm në banjë nuk do na futin. Pra ne do jemi I kemi kamerat, me vete i kemi. Mirë, telefoni është kamera. Kjo mbështillet me një alumin vlla dhe as jep as merr. Kurse ato kamerat në qytet s'ke çfarë të bësh, nga do që të vesh edhe ADN ta përcaktojnë nëpërmjet syve, sa të kapin sytë për një fragment, një shkrepje e ka dhe të përcakton dhe ADN ta merr. Olsi, mendoj ta mbyllim këtu, meqense ti je duke ikur për iftar apo jo? Po, për iftar. Ty ke juve është iftari. Natën e mirë të nderuar shikues, Olso, miru pafshim dhe kismet javës tjetër, mos rilidhemi përsëri në të njëjtën ditë, sepse këtu ka shumë njerëz që mezi na presin të na shohin për t'ju thënë ca të vërteta që për disa mund të jenë si çekiç në kokë, mund të tromaksin ose çfarë thon këta, për disa të tjerë që e kuptojnë realitetin dhe kanë ca porta të hapura në trurin e tyre, thonë dale se këta më duket se kanë drejt. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim. E vërteta, fe mbi fe. Natën e mirë, Ulsi. Faleminderit, miru pafshim.